nderuar miq, ditën e sotme kam kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë, një intervistë të veçantë, ndryshe nga të tjerat. Kemi të ftuar zotin Fatos Aliu, një personalitet me mjaft kontribute të çmuara, i cili më ka dhënë mundësinë dhe kënaqësinë që sot të flasim për shumë çështje, duke filluar nga hadhet e problemet tona të shqiptarëve. Zoti Aliu, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, zoti Balla. Faleminderit. Emri juaj thot shumë dhe gjithçka dhe nuk ka nevojë për prezantim tjetër sepse keni aq shumë me kontributet tuaja sa nuk besoj që ka njëri që nuk ju njeh. Unë të falenderoj shumë që pranove që të flasim. Ishte kënaqësi, me kënaqësi. Zoti Aliu, do ta nisim nga këto tonat gjithë këto vite. Si jemi ne midis nesh? Çfarë nuk ka shkuar ashtu siç duhet mes Tiranës dhe Prishtinës, por edhe trojeve të tjera. Ku jemi sot? Në çfarë pozite gjenden shqiptarët? Jemi ndoshta në momentin më të mirë historik apo më të keq? Jemi si gjithmonë para kryqe, edhe me mundësi për mirë, për të mbarë edhe për me kthy mbrapsht. Po një prirje ka qenë gjithmonë edhe historikisht që në ka frenu prej rrugës mbarë, edhe në ka qitë prej asoj rrugës nejtë edhe të mbarë, kështu si me thonë në për gjungla ndryshme edhe në për... Për fajin tona apo kanë futur duart, ka qenë dore zgjatur e tjerëve? Po edhe, po kur vetë nuk jenë nivel, mandej hynë ato duart e huja, edhe na si popull jemi kështu historikisht nuk kemi arrit me kriju atë unitetin edhe shtetin e fort kombëtar. Pra nuk e kemi në rregull shtëpinë tonë. Nuk e kemi rregulluar sa duhet, e kemi lënë me gjithnjë me disa vrima, hapësira, e rregulluar as temelet si duhet, as kulmin, kështu që ato erërat e lloj-llojshme me fryn edhe hyn lloj-lloj, domethënë negativitete dhe pretendime nga jashtë, nga mos me thonë tash vazhdimisht me u thirr armik ka gjithmonë dikush që vjen me ti pushtu trojet kur ti nuk i del zot aty. Kështu. Po momente që po kalojmë sot Shqipëria, Kosova, pra si po ju qasemi? Ka mujt shumë më mirë, po na prandaj thash kemi bërë shumë lëshime dhe nuk kemi arrit me kriju një vetdije nivelit shtet formues, edhe për me kriju një elit udhëheqëse si rilindasit që kanë qenë rilindasit të parë, për unitet të rilindasve të kohës vjetër, si mbas kohës re, me njerëz me nivele të përzgjedhura që mos na përzihen, si me thonë, mos na përzihen durët e huja këtu, edhe mos lejojmë që njerëz pa përgjegjshëm të dalin në balë të proceseve politike, kombëtare këtu. Fatkeqësisht edhe kjo edhe ka ndodhur, edhe në momente më kritike nuk kemi arrit që ta kapim hapin. Edhe në munges një strategjie mirëfillt kombëtare që ti rregullojmë raportet tona brenda vetes, edhe ti krijojmë hapësirë njerëzve me kapacitete që të vinë në plan të parë për shtetëndërtim. Deri para pak muajsh ishte momenti, sigur dukej momenti jonë në Ballkan, 4 kryeministra shqiptar, ndërkohë që pak muaj më pas tani Shërnaja, Rama me Kurtin, Kurti me Ali Ahmetin, pra me njëri tjetrin nuk jemi
Po jo, pikërisht kjo është këtu problemi, se ato pretendimet e njerëzve caktuar me liderëve për çamjet e ndryshëm nuk po gjejmë, domethënë një pikë referimi që interesin kombëtar ta vënë në plan të parë. Po gjithnjë po zhvendosen ato interesat, edhe demokracia, edhe pluralizmi e gjitha po abuzohen mandej për interesat partiokratëve të ndryshme që po vinë dhe po harrojnë atë interesin kryesor. Edhe nuk po gjejnë anën pozitive të bashkëpunimit që t'jenë pozitiv njëri me tjetrin në relacionet që në këtë rast Shqipëri, Kosovë dhe mbar kombin. Po shumë ka retorika, shumë pretendime të veçanta edhe interesa cilave mandej ju ka hap rruga korrupsionit edhe kështu. Kështu që nuk janë zhvillu proceset prej kohës. Hajde mos shkojmë në historinë e largët, që po përsëriten historitë, por në kohën e viteve të 90-ta nuk u shfrytzu, domethënë, në momenti i bashkëpunimit që t'i dalim zot adheut gjithandej trojave shqiptare. Shqipëria ran një situatë shumë kritike në vitet 90-ta. Edhe këtu ne ishim me shpresën e madhe që mbas prishjes Jugosllavisë do të gjejmë rrugën e çlirimit dhe bashkimit si komb. Mjerisht këto procese devijuan, kështu nuk u dëshmuan. Por proceset i devijuan njerëzit. Sigurisht, njerëzit edhe këta liderët tanë mjerisht nuk u treguan denjë karshi këtyre proceseve. Po nuk dinin apo nuk donin? Devijuan rrugës. Devijuan, se devijimi është domethënë shumë shpejt binë influencat interesave, tyne të profiteske, edhe mandej gjithë procesi nuk shkon në atë rrugën e dëshiruar të interesit popullit, shtetit, trojave, sidomos për ne shqiptarët kur e kemi ditë çfarë gjendje jemi pasi pjesa më e madhe e trojave shqiptare është në sundimin e shteteve të huaja, fqinje këtu. Serbia edhe sot, jo vetëm që po e mban Preshevën në sundim, edhe fillon pastrimin e saj, por edhe brenda Kosovës i ka fut thetrat edhe mas kësaj lufte të fundit. Në kjo fal procesit politik të pas luftës që nuk u zhvillua ashtu siç duhet. Ku gabua pas luftës? Qofse po unë fola kështu në përgjithësi pak në mënyrë haotike, po nëse më marrim konkret me u precizu, duhet më kap në, si thonë, në përfazat e caktuara të lëshimeve të mëdha politike që u bënën pas luftës. Hajde lufta shkoi si shkoi, erë me një situatë kur duhet mas 99-shës, duhet ne të ishim ma unik në raporte jo vetëm për brenda Kosovës, po edhe me Shqipërinë, që të mbajmë takime të shpeshta, të shohim hajde ja tash ku ka po shkojmë, ka po ja mbajmë. Edhe në raport me faktorin ndërkombëtar që ishte këtu prezent, qoftë fillimisht NATO-ja, KFOR-i, pastaj UNMIK-u, duhet të ishim pozicionoheshim si duhet që
me një ndërgjegj, me një kujdes të madh që të shohim se çfarë procesi politik do të zhvillojmë dhe çka do të përfitojmë nga ai proces. Mjerisht nuk e kishim politikën e denjë që jemi, do të thonë, dinjitoz para këtyre faktorit edhe para faktorit ndërkombëtar, edhe nuk e shfrytzuam ato momente kyçe për u bën lëshime të mëdha. Ku ti e referoheni kur thoni lëshime të mëdha? Po lëshimi pikërisht ajo është lëshimi i parë që unë e kom përjetu edhe kur isha në korporatën energjetike në udhëheqjet saj, në raport me UNMIK-un, me faktorin ndërkombëtar, saj arritëm disa të mira, në anën tjetër u arritën edhe disa, domethënë, lëshime që qeveria atëherë që ishte e përkohshme që patar prej Rambujes, duhet vend se të bëj një qeveri e përkohshme por e Kosovës, nga marrëveshja e Rambujes dhe mundësia e atij referendumi që atë pikës për referendum që ishte, mas 3 vjetëve, ata ranë në grackën e një kornize kushtetuese që erdhi prej jashtë, prej administratorit Hakerupit në vitin 2001. Edhe zgjedhjet e para parlamentare u bënën në bazë të asaj kornize. Para asaj ishte koha kur veç se UNMIK-u e mori kontrollin shumë shpejt, domethënë. Nuk shkoj disa muaj, unë i kom përjetu ato momente kritike, se isha edhe në pozicionin e udhëheqjes së korporatës energjetike të Kosovës, Kekut, edhe një vendim i hidhur erdhi kur qeveria përkohshme, në vend se të bëj qeveri që thash e përkohshme për e Kosovës, se ajo e Rambujes ishte Rambujesa e pat, nuk mund të mbjetonte, po duhet bëj një qeveri e përkohshme, me një marrëveshje të subjekteve politike, liderëve, ajo e pranoi Këshillin e përkohshëm administrativ ku atë krye administratori UNMIK-ut, atëherë Kushner ishte shefi kryesor. Domethënë këto vetë partitë politike tona në atë botë e bënën Kushnerin mbret. Edhe ai pastaj vendoste për të gjitha. Aty e kom përjetu. Po, aty e kom përjetu, se më thonë, një goditje të hidhur, e kom pasë humbi fuqia jonë politike, edhe unë aty ku isha në atë postin tim, nuk e kisha atë, si me thonë, fuqin, kur s'kem shtetje politike, apo jo, është, sa do t'jesh i fort aty edhe ndërmarrje, e ke shumë vështirë kur dikush tjetër faktorin ndërkombëtar ta udhëheqë. Pra ky ishte lëshimi i parë i sovranitetit, si mund ta themi. Ajo, domethënë, ai rasti kur duhet bëhej, ajo nuk o bëhe dhe ju dorëzu UNMIK-ut, domethënë, gjithçka. Pse ti dorëzoi UNMIK-un? S'kishte arsye fare ajo, domethënë. Nuk kishte, domethënë, kishte kur ekzistojnë sa drejta kombëtare, qysh atëherë o dash fuqizohet e drejta për vetëvendosje e shqiptarëve të Kosovës. Nga vetë liderët politikë. E jo, nga ajo edhe nga në bazë konventave të Asamblesë Kombëve të Bashkuara, edhe në bazë dokumentit NATO-s, që flet për drejtën e shqiptarëve për vetëvendosje, ku arsyetohet edhe intervenimi tyre, se shqiptarëve të Kosovës u takon ajo drejt, sepse ata kanë luftu për liri, dhe ata kanë qenë të persekutuar dhe të shkelur edhe të vrarë. Ndaj tyre është ushtruar gjenocidi. Serbia ka ardhur në Kosovën shumicë shqiptare
dhe në Kosovën e Dardanis për me bo krime, nuk kanë shku shqiptarët atje ku është Serbia për me bo krime, po ata kanë ardhur. Edhe gjitha, do më thonë, të gjitha argumentet ishin në anën tonë, për me pozicionu shumë ma fuqishëm. Tash në ato momente kër ishte ende pa ardhë korniza kushtetuese e Akeropit, krye administratori Akerop pas Kushnerit, ka ardhë krye Akeropi. Edhe ai ka mbajt zgjedhjet e para parlamentare, por në bazë të asaj kornize. Atë kornizë ai Akeropi ka ardhë, ka qenë prej Danimarkës, edhe unë kisha informacione prej që vetë nga Ministria e Jashtme e Danimarkës do të vijë një person, pikërisht ky Akeropi, i cili në bashkëpunim me serbët në Beograd do të ketë stacionin e parë dhe atje do të hartojnë një kornizë për me bo zgjedhje në Kosovë dhe faktikisht si thot një fjalë njerë me tavuat në qafë, vargojt në qafë. Mandej sa të avenat në qafë, ti s'mund të heqish vetë shumë shtirë, është puna mos me leju me tavu në qafë. Edhe ajo ishte shumë e qartë se për çfarë korniza kushtetuese bëj fjalë. Korniza kushtetuese se pikërisht këtu fillon ajo. Prej ato si thash, kur u dorëzu me Këshillin e Përkohshëm Administrativ, Qeveria e Përkohshme dhe këtë litert e pranon, e bënën Kushnerin mbret. Pas Kushnerit erdhi Akeropi dhe ai erdhi me kornizën kushtetuese me i mbaj zgjedhjet e para parlamentare të 17 nëntorit 2001. Ajo kornizë, ato zgjedhje u bonën në bazë të marrëveshjes Akeropit me Çovićin, ministri i jashtëm Çović të Serbisë. Do të thonë marrëveshja ulmik Serbi u bë, korniza kushtetuese për me marrë pjesë si garancë që sërt me marrë pjesë në zgjedhje, aty ne ju garantoj që ende Kosova është pjesë. Pra Serbia në këtë rast fliste me UMNIK-un, jo me shqiptarët e Kosovës. Ja, po. Edhe tash se ky është momenti kyç. Prej këtu fillon. Po lëshimi i parë kryesor ky është për Kosovën. Po kush e bëri këtë lëshim? E çuditshme. Si u pranu kjo. Edhe tash dolën në media pa të ndalë Akeropi edhe liderët e Kosovës. Para media për me arsyetu. Unë pa tash banë një shkrim e kam shkrimin në rilindja astë kohë, ende nuk u pat ndalu rilindja, mande u ndalu edhe rilindja. Ku thom një strategji fatale për Kosovën, titulli i shkrimit ka qenë, edhe kërkoj drejtën e vetëvendosjes shqiptarëve, edhe këto politikat UNMIK-ut duken neokolonialiste dhe të favorizuese për Serbinë. Nuk ishte puna si do të bisedohet me Serbinë për me gjetë rrugë më të mira, po ishte puna që për serbët sigurohet supermacioni në Kosovë. Edhe privilegje të ardhshme për ta, që po shifën në zgjedhjen e fundit. Po një diskriminim pozitiv në këtë rast më shumë se sa duhet. Ja ku kemi arrit tash me 10 komuna serb. Edhe për ironi të fatit në zgjedhjet e fundit, nuk ishte më klara kush fitoi më shumë nga partitë shqiptare, po 10 komuna ishin vend parë serbët. Tash të llogaritë gjitha territor, krejt komunën e Mitrovicës, ku ajo ka qenë mikse, ato kanë qenë shqiptarët. Ata fitojnë, domethënë, 2% serb,
2% fitojnë sërbë prej përqindjes madhe, a teritorin e kanë bit 30% në kontrol. Plus kishat e manastiret me ekstra teritor. Tash, llogaritë çfarë fitore, edhe privilegje tjera që i kanë, e blokadat në bazë të në parlament edhe këto. Po, është edhe kushtetuta është bërë një labirint që me dojë mos kërkon krizë, po nuk vun dorë serbët. Pikrisht, po ky proces prej Hakerupit që e miratun tonët, solli edhe planin e Ahtisarit më vonë. Pra, nga njëra shkojmë tek tjetra, përsëri tjetër kornizë. Ashtu kornizë pra vjen e ngulet. Pikrisht, kornizë pas kornize duke u shtrëngu ai fyti i popullit, edhe duke ngush Kosovën të shtryllë gjithnjë më tepër. Edhe nëse pas qeverisë që u mbajt kjo zgjedh qeveria parlamenti i parë 17 nëntor, unë pa ta dalë me atë shkrimin që thash me 9 nëntor, e kam atë shkrimin më u dërgu. Edhe që mos me pranu këtë kornizë kushtetuese, liderët sikur rezistunë, sikur fillimisht tash më tha që rezistoj, që jo ishte një dalje në konferencë për shtyp, një mos pajtim me Hakerupin, administratorin e ri të UNMIK-ut, po mandej gjithë e pranun. E pranun edhe hynë gjithë në zgjedhjet, se mendun që të hymë njëherë e mandej mrenda parlamentit, po cilën referencë e ke pranuti. E ke pranu një proces ku Serbia është atë faktor, kyç. Nuk o shku kur për procesi i drejtës për vetëvendosje shqiptare, se shqiptarët luftuan, edhe dokumentet ishin favorin tonë, të përmendet edhe historikisht të hartohet sikur gjitha kushtetutat e botës, të dinë se një kontinuitet historik, kur bëhet një shtet i ri, bëhet përshkrimi historik, pse bëhet ai shtet, prej lashësisë. Mandej u formun institucionet tash si një fazë tranzitore për me kamufluse, mashtruese, u bënën institucionet e përkohshme vetë qeverisë të Kosovës. Edhe ato ishin krejt institucione komedi. Derisa erdhë mos kishte ku erdhe për me ardhë të plani Ahtisarit. Për me nëzit atë ishte vizita e presidentit Bush aso kohë në Tiranë, i cili para publikut deklaroi sa Kosovo is independent finish. Do më thonë, enough is enough, Kosovo independent. Që si kujtojt. Mjaft Kosova e pavarur, ajo tha, por ai nuk e definoj përmbajtjen e asaj pavarësie. Tash duke mos e definu përmbajtjen, duke hesht zonat e Kosovës, duke mos pranu edhe shoqizimin e ligjeve kolonizisë në Serbi, duke mos i bo, edhe në atë parlament Hakerupit, kanë mujt me bile, masi veç për arsye tone që do të ngrejtësim zërin në aty parlament, deputetët tanë, edhe në atë parlament, këta nuk kërkun kur shoqizimin e ligjeve kolonizatore të Serbisë. Cilat faktori jashtëm, ka janë dokumentet të prejashtë që i kanë sjellë se si është kolonizu Kosova, edhe të hujtë se jo vetëm që i kemi në dijen ato dokumentet dhe ligjet kolonizatore të Serbisë, që ju kanë marrë tokat shqiptarëve edhe spasërimi etnik edhe ato historikisht. Po, as ato që i kanë thonë edhe të hujtë këta tanët nuk i kanë theksun për në kuvend.
Pra më shumë kanë kërkuar të drejtat ata jashtë se sa në brenda. Ma shumë, po, edhe është një rast bile është shumë interesant është me një mbledhje të parlamentit, një Serb i qohet, na I kemi tapit tona këtu. Shumicën, dikon 60-70% tapi, thot, na I kemi, Kosova është Serbe, kemi edhe me tapi na Kosovën. Nuk qohën këta me, askush nuk qohët prej deputetve të Kosovës, me thonë, ka dalë, sa mirë, që po thua, hajde, prej qysh I keni boju ato tapi, ka I keni marë, a jenë kanë qenë ligjet kolonizuse, si I keni arrit ato me, do më thonë, gjitha argumente që I kanë pas, nuk I kanë shfrytzu, edhe në qatë lloj kuvendi. Po, mund të themi që një shtet I ri, si një shtëpi e re që pa përvojë, pra nuk kishin kaq familiarizuar me ligjet apo me këto probleme, shumë sfida përpara, apo... Po kjo është, po ashtu, edhe ato janë, po edhe është indiferenca që mos më ndëgju këshillat, jo vetëm të mijat, po të njerëzve që kanë kaluar për këto eksperienca jetësore, këto politika ma herët. Se nuk është këto që po I thomë unë vetëvendosja, edhe këto kërkesat që po I thomë unë tash ose atëherë. Se unë kom shkru edhe deputete ju kom dërgu letër të hapur, kundër letrës të hapur që I kanë bo ata, për me I thirrë serbët që të kthehen pronat e tyre. Dhe më thonë, kthehen, pa I definu se në cilat prona, ku po kthehen ata. Dhe më thonë, u kthyen pronat që I kanë tjetërsu Serbia. Dhe nuk I kanë definu këto si duhet, nuk I kanë përdor ligjet ndërkombëtare, konventat ndërkombëtare, as dokumentin e NATO-s për arsyetimin pse ka intervenu NATO-ja. Ato shtyllat kryesore që janë në favor shqiptarëve që duhet patjetër me I përdor. Edhe ato tant përpara I kanë përdor. Grupet e mahershme që I kanë qenë burgosën politik, kanë folë gjithmonë për këto. Është e çuditshme, tash kur po vjen Pekini, kuventi nuk po I qet në skenë atë në sipërfaqe, në kërkesa, në ballafaqim. A përpara I kanë kërku tonë. Nuk o tash që I zbulojmë ato, janë ditë, është historikisht konferenca e Bujanit, pse vetëvendosja ato, pa marrë parasysh se ato janë shkele dhe janë bo skenare të lloj-llojshme. Mirë po ato janë vendime historike që është e drejtarëve. Edhe këto njerisht, po ashtu edhe në plani Ahtisarit, kur ka ardhur Ahtisari, e ka sjell një plan, edhe atë plan kur e ka sjell Ahtisari, kanë qenë edhe njerëz grupe tona intelektuale aty në ato grupe. Ata edhe unë s'kam qenë aty kur kanë pas ato debate, por jam I informu që një grup jo I vogël tanët që kanë qenë në ato bisedime me Ahtisarin, Ahtisari megjithëse ai ka thonë hajde jep një vrejtje në këtë plan, çfarë ata nuk kanë dhënë vrejtje dhe faktikisht ai plan ashtu ka shku, edhe shifej më shumë një vit përpara shifej se për çfarë pavarësie duhet bëhet fjalë. Edhe unë pa ta deklaru atër, nga ana ime, edhe baba im ka qenë në ato, edhe në burgje, edhe në këto parimet vetëvendosjes. Baba edhe nga familja nanës, edhe doja Gjelatin Hana u vra, doja jem, ajo ka qenë hartus I rezolutës Bujanit, me gjithë dhe dodën me Zekaria Regjën, ata nuk se ata kanë qenë parimor, kanë qenë të vendosën që të zbatohen vendimet e Bujanit. Për ato mandej u vran për UDP-s, edhe baba ka qenë gjatë I burgosën, në këto parime. Është e çuditshme, pse atëherë ka qenë vendia shumë më e lartë, e tash kur vjen momenti kyç për me zbatu atë drejt, edhe me qenë unik për atë drejt, kur vjen momenti kur
duhet një zgjidhje më u bë për Kosovën, e një statusi, fillojnë influencët me rënë në ndikime pa baza, të parësyshme, çuditshme, kur janë mundësit për me i kërku, të paktën me bo ballafaqime, mos me hesht, mos me i toleru këto vendimet cilat nuk janë të plota, kur edhe faktori ndërkombëtar ta jep mundësin, ti nuk e shfrytëzon. Gjitha këto bën që ju jo vetëm me shkrime, sigur më thatë më lart, por dalin tek vetëvendosja në 2002-shin e këtej jeni një nga bashkëthemeluesit e saj. Gjitha këto unë i kom shkruaj, kom paralemru, kom bisedu me parlamentari, kom shkruaj letër gjithë parlamentarëve. Mos e pranoni atë hapën e çështjen e dekolonizimit, shoqizimin e ligjeve kolonizatore të Serbisë, se ajo është rruga që çel rrugë për një pavarësi të vërtetë. E jo pavarësi ala Hakerupi, që ishte, si thash, mbas marrëveshjes Serbi-UNMIK, edhe mandej plani i Ahtisarit, që erdhi si produkt i këtij procesi. Pikërisht edhe shpallja pavarësisë u bë, mu vjen keq që po duhet me qit në sipërfaqe këto, po shpallja pavarësisë u bë mbas rezolutës 1244 dhe mbas gjithë këtij procesi, ku referencë është gjithmonë, domethënë, kompromisi me Serbinë, edhe Serbia t'i ketë gjithë ato privilegje dhe të kushëzime ndaj zhvillimit të shtetëndërtimit të Kosovës. Të janë absurde që kanë ndodhur. Po gjithë kjo që ju kundërshtuat, pra sikur e thashë pak më lart për te letrave, edhe në terren pastaj me atë që erdhi me vetvendosjen. Po, si keni parë metamorfozën nga ajo që ju keni pasur atëherë si ide dhe ku përfundoi? Po ajo ka fillu herët, dhe më thonë, devijimi është bo ma herët, para kësaj, që si e thash deri tash. Po, atë një dyshin. Po, mbas 2001-shit, u boj parlamenti dhe e pash që këtus nuk, nga aspekti ema, dhe e pash që nuk po, kërkush nuk po miret me këto drejta që i theksova. Askush. Kom bisedu me partijak militer, nuk ju duke fare serioze kjo çështje. Unë mendojsha që me partit që ta përdorin këto parti, se kanë obligim ta përdorin këtë drejtën e vetëvendosjes dhe dokumentet gjitha të konventeve të OKB-s, për me avancu procesin politik, me arrit të një status i nivelit tamam meritor, që hap rrugë për të ardhmen, edhe perspektivën, edhe të shtetit, edhe të popullit, edhe të kombit në tërësi tonën. Kosova ishte një moment kyç, historik, për me u përcaktu drejt. Edhe unë në atë shkrimin e parë, kur ishte parlamentet që pa ta dalë, e pa ta cek që po shkelët e vetëvendosja dhe krejt këtu. Pastaj pash që nuk ka si, edhe dola me një lëvizjen shqiptare për vetëvendosje në dikund ka mesi i korikut, nëntora, tash shumë kujtohet sakt, dhe 2002. Më 2002, me emrin lëvizja shqiptare për vetëvendosje, sepse ajo duhet definoj si shqiptarje, se është e popullit, nuk mund tjetë, është drejt e popullit, nuk është fjala që ta të promovoj atë, mazëshëm pak. Tu pasi askush s'po miret me këto, asnjë subjekt, asnjë politikan, ishin krejt hipnotizuar mas interesave ndryshme. Jo tash
Edhe mandej u bo ajo instruksionet e veriset përkohshme, sikur ajo i hipnotizoj që po bohën institucione, gjitha ishin ato kamuflime, maska, nuk ishin të vërteta ato, nuk ishin rroj temel për me zhvillu një proces të vërtet për pavarësi edhe vetëvendosi. Edhe unë kisha vetëm me promovua të drejtë, vetëm me qitë sipërfaqe media. Kjo nuk jo shkoj në vesh subjekteve as kërkujt, nuk jo i ke interesant. Kanë mendu tash jemi me parti, kemi partit, po luftojmë me partia, ama partia ti po do shtet me bu, shteti duhet mu bazu në dokumente ndërkombëtare, mas luftës. Vetëvendosja gjatë luftës është luftë, gjatë paqes është bisedime, ti s'ki qare pa hy në bisedime. Duhet me ditë me i shfrytzu këtë ligjën ndërkombëtare dhe konventet adekuate që i përkasin. Edhe unë dola kështu si për promovim të asaj drejte, si lëvizje shqiptare për vetëvendosje, edhe i kom rendit gjitha ato konventet edhe të Asamblesë Kombeve të Bashkuara për drejtën e vetëvendosjes popujve, të gjitha me radhë që janë ato që i shkojnë këtë drejtë për konventën për drejtat e njeriut, të Kombeve të Bashkuara, për dekolonizim, për vetëvendosje, e gjitha këto me radhë, edhe dokumenti i NATO-s, arsyetimi i 16 nëntorit të 16 qershorit 2001, ka qenë një studim një dokument ku NATO-ja aty, që e precizon që shqiptarët Kosovës u takon e drejta për vetëvendosje. Se shqiptarët janë terrorizu, edhe ata kanë luftu për liri, jo dikush tjetër, edhe aty në ju takon si popull e drejta për vetëvendosje, edhe ajo duhet precizohet si dhe drejt e popullit, dhe më thonë shqiptarët Kosovës. Prandaj e kom formulu si lëvizje shqiptare për vetëvendosje. Edhe kjo ishte viti 2002. Unë kom kërku më dhe pa të ndalë prej burgut, Albini e këta edhe vlau me te, që ta si gjenerat e re, të miren me këtë punë. Në vetë kom thonë që ata të miren. Mirë po, e kisha një skeps, so isha dal me këtë emnin shqiptare, për shkak se mos ndrohet, mos po devijohet, se duhet me ju përmbajt kalumës, prej konferencë ku janë sakrificat e popullit për vetëvendosje, proces, demonstratat e gjatë e tetës në Kosovë, kur është kërku e drejta e vetëvendosjes, se shqiptarët Kosovës në atë kohë, në kohën e Jugosllavisë Titos. Edhe këto. Por ajo atëherë që ajo kauz atëherë, si erdhi me pas ata që ju ja la drejtimin për Albinit, vllajt i Bunit dhe të tjerëve? Jo, sepse më tha diçka të bukur që vetëvendosje do të thotë luftë në luftë, edhe dialog në paqe, po si vazhdoj më tej? Pikërisht. Tash ky është e viti 2002. Edhe pa ta shkrupile Albinit dhe këtyne, që edhe u takom që të merret kjo vetëvendosje për gjeneratës juaj. Unë mu jam shtet si këshilltar, ashtu si më kam shtet mu baba në familjes, që mos me deviju nga ky parim. Se nuk ka varianta, kjo është një variant. Dhe kur përmendet vetëvendosja, ajo është vetëm vetëvendosje e shqiptarëve, e popullit. Nuk mund tjetë vetëvendosje e parti, ose forma tjera burimore nga del. Nuk del nga kërkun, nga askund vetëvendosja, për poshtë nga populli. Pra ju nuk ishi që kjo të kthehet në parti, po të mbetet kështu. Pikërisht, po ajo, këto e kisha unë si parandalim, se kisha një parandjenj që mos devijohet kjo edhe pa ta dalë që është e popullit, edhe zgudon kështu
mu deviju ndry ky parim. Nuk guxon me u bo aq më pak parti ose diçka, se nuk ki drejt të parti me bo drejtën e popullit. Me bo populli është i imi. Domethënë vetëvendosja parti, domethënë parti këtë populli është i imi, edhe ashtu s'ki drejt. Ajo është e popullit ti veç ke drejt veç me promovu, nuk ke asgjë tjetër. Mund të bësh parti, mund të hysh në gara politike, por jo vetëvendosin ta bësh Parti. Kjo është. Edhe kur pa ta dalë, bile me njerë më kanë thirë prej ambasadës amerikane, patëm një bisedim, se ata vetë, Amerika është kriju se prej Wilsonit e vetëvendosis. Ajo në përmes tyne është bo edhe ratifikimi. Dora kryesore është amerikane e futjes vetëvendosjes si parim në konventa ndërkombëtare. Edhe vetë dokumenti NATO-s mande, edhe rësujetimi, intervenimit e shumë çka përputhën aty, ishte në favorin tonë që ajo të përdorej shumë mirë me diplomaci, me politikë, me një bashkëpunim. Në radhë parë Të lutem, po mund ta rregulloni, ta vendosni edhe pak më që ekranin, telefonin? S'po di, po lëviz se nuk është stabile këtu. Ku jam, s'dia apo shifën mirë bile. Po, aty jeni okay. Pra ju më thatë që ju thirrën dhe në ambasadë për këtë. Po, ata më thirrën që ta bëjmë një takim bisede rreth kësaj, se ata zakonisht janë kurioz, mandej unë kisha kontakt edhe më herët me ambasadën amerikane sa ishte në udhëheqit Kekut. Edhe ata ishin kurioz se për çka është fjala, edhe ishim me një ambient aty, me një darkë, përfaqësuesi i ambasadës, edhe disa oficer aty anësh, amerikan, të forit amerikan, edhe biseda ishte shumë miqësore, edhe shumë miratuse për këtë iniciativë. Por jo që të bëhet parti. Të ishte thjesht. E drejta jonë që partitë politike ta bojnë, ta përdorin këtë drejt, jo një parti ta boj partit, po gjitha partitë politike, edhe ato institucionet që u formuan, ashtu si që ishin, megjithse me lëshime që ishë në fillim, ato mund të, me përdorimin, me përmirësimin dhe përdorimin e drejt të parimit edhe drejtës shqiptarëve, mund të avanconin edhe të rehabilitonin, edhe të avash të eliminonin gabimet, lëshimet që në momentin e shpalljes pavarësisë, ajo të shpallej në bazë të drejtës shqiptarëve për vetëvendosje në harmoni me ligjën ndërkombëtar dhe me faktorin ndërkombëtar, kret një përputhje të plot që mund të bëhej, ishte mundësia të bëhej, po as nuk është shfrytzu që të shifet që a do të bëhet, nuk është shfrytzu prej subjekteve ky parim, kjo e drejtë që i takon kombit shqiptar. Pikrisht shqiptarëve të Kosovës që unë i thomë të Kosovës Dardane, se nëse nuk thirresh në origjinë, ti nuk e identifikon autoktonin sa duhet. Duhet gjithmonë mu thirë pse nga Kosova, ka histori. Kur të fillon me bo përgatitjen për shpalljen e një shteti, duhet me bo një historiat, pse vjen deri te aty, një të kalume, një autoktoni. Autoktoni të na është pikrisht e kalumja, Dardane, Iliro Dardane, edhe trashëgimia kulturore historike. E kujt? E kisha manastireve. Ato nuk mund të bëhen sërbe. Të paktën jo nacionale. Nuk mund të identifikohet një komb të Dardani ta marrat drejt, është absurde. Pra me këtë, në mos gaboj, tani po vini te marrëveshja e Ohrit që u firmos?
Edhe ajo, kjo, kur devijim pas devijimi, prandaj. Tash jemi në kulmin e një devijimi. Apo jo? Përpara u bë një asociacion, mas krejt aty në konjunkturave që u krijuan, e tash kemi realitetin e fundit zgjedhje me 10 komune, një territor diku 30%, asa, nuk muj me thonë sakt, po aty dikun, një 3% se u dhesh territorin 3%, 30%. Pra, zoti Aliu, ju nuk jeni dakord me mënyrën me sa kuptoj unë, si është si edhe partia në pushtet që ishte pavarësisht në detyrë tani, si me asociacionin, pra, për faktin që Kurti deklaroi kur erdhi që bizedimet do i kenë pikë të thetë. Pra, ju thoni që në paqe, dialog, vetëvendosjen, luftë. Pra, ju jeni për dialogun tani, por edhe jo tani, gjithmonë. Gjithmonë. Ajo janë gabimi, këta erdhën mandej në 2005-ën, këta e ndrun emnin e bën në lëvizja vetëvendosje. Vetëvendosje jo shqiptare, hekën atë shqiptare e hoqën. Atë merakun që ju kishit. Ajo nuk është mo vetëvendosje shqiptare. Ajo është vetëvendosje multietnike me elemente panslaviste. Edhe doli mandej që ashtu është, që nuk u thirrën që Bujani o bazë e vetëvendosjes, ose konventat e ndërkombëtare e gjitha këto, po KANI, Kosovo Action Network. Ajo ishte një shoqat multietnike, si duket në Beograd e themelume. Ta e duhet sharohet edhe puna e KANit, Kosovo Action Network, një rjeti kosovari i aksionit, duhet sharohet kush është ai, si u bëj nga doli ai. Edhe këta e bënën, Albini me grupin e vetë e bënën që na prej KANit po kalojmë në vetëvendosje, lëvizja vetëvendosje. Edhe avash e përgatitën terrenin për parti. Njerë dollën me parulla jo negociata. Vetëvendosje, që është absurde. Unë pa ta dalu, thash nuk është në rregull kjo, jo negociata. Madje pa ta dalu ma vonë edhe me shkrimin që bisedime pa supermacion. Vetëvendosja është në bisedime, jo bisedime. Është absurd. Parimi vetëvendosje janë bisedimet, sepse na kemi çka me argumente çka me folë në tavolinë. Drejta është në anën tonë. Argumentet sërbe janë vetëm imagjinata aty në mistike, edhe terrori, që kanë bërë terror këtu, ata s'kan bërë kur gjë tjetër në Kosovë. Kështu që gjitha argumentet ishin që bisedimet na duhet vetë t'i kërkonim. Jo të ndërnim derën. Jo të mohon ato. Unë du me bisedu me ta. Unë vete kom thonë këta, kur kanë ardhur te unë për punë të kekut. Thëshën tu të më ullë, se në kek kanë qenë sërt më renda. 10 vjetë ata kanë menagju, na s'kemi menagju kur gjatë, 10 vjetë shqiptar. Kur kom ardhur unë mandej me grupin, mas luftës, atë kori e këta thanë duhet më ullë me sërë me bisedu, se s'bën ndryshë, thash jo. Nuk keni nevojë ju me më tregua më ullë. Unë thash, unë po kërkoj me ta më ullë me bisedu, se ata 10 vjetë kanë qenë këtu. Na kemi qenë të përjashtum, edhe të zonum këtu. Edhe unë du llogari me pa çka kanë bërë ato 10 vjetë dhe du me bisedu me ta. Ashtu kom edhe kur jo më ullë me ta në tavolinë, na e kemi rithemelu atë elektroekonominë e Serbisë që ka qenë atëherë, e kemi bërë elektroekonomia Kosovës. Në fakt, as elektroekonomia e Kosovës, po e kthym në korporatë energjetike, sepse elektroekonomia e Kosovës u konë kohë Jugosllavisë. Jugosllavisë ka ekzistu, Serbia nuk pranohet, edhe kemi bërë korporatën energjetike të Kosovës, ashtu siç është korporata keshi i Shqipërisë edhe keshi i Kosovës. E kom bërë ato me qëllim o boja, po dihet pse e kemi bërë, me atë synim që të bashkëpunojmë edhe të lidhet sektori energjisë i Kosovës me atë të Shqipërisë, sepse vetëm ashtu na mund të ishim kompatibil, stabil edhe funksional në planin e energjetik edhe ekonomik në bashkëpunimit, si parakusht për tjera. Edhe këto, ne në kek na kemi arrit këto, po në politika kjo ka dështu.
edhe na dëmtun, edhe neve në kek, edhe mu më dëmtun, unë sisha mu atë. Po bile nuk erdhe ato në krye, mas mirë nuk erdhen Serbët, po erdhen prap shqiptarët, po ashtu. Nejse, kjo është temë. Për të gjitha këto që ju thatë, të gjitha këto gabime nga 2002 këtej, kanë sjellë atë pasojë që është në veri sot, apo... Po gjitha ato, po, prandaj thash, ky procesi prej fillimit ka shku në mënyrë deviante. Do të thonë, faktori politik shqiptar, kjo klasë politike nuk është orientu që taman për interes vërtet të shtetë ndërtimit, edhe shfrytëzimin e mundësive që thot ndërkombëtare, edhe faktorit ndërkombëtar, ka shumë prej faktorëve ndërkombëtar që na ka desh mirën. Edhe me ta mi afru edhe me gjithë rrugën. Po vetë Ahtisari ka thonë, që ju, hajde, ofroni, cilat I keni vrejtjet. Ti kur heshtë, mandej ajo e ka bo ashtu që ka ardhë, ajo. Edhe shpallja pavarësisë, ashtu ka ndohë. Mandej u kryun edhe privilegjet për Sërbë, mandej decentralizimi I Kosovës, komunat sërbe, sot I kemi 10 komunat sërbe, në territor të madh. Për para se të kaloj të krahu I luftës, e do ta lidh nga aty, pastaj nga pavarësia edhe deri sot ku ndollen ata, më lejo t'ju pyes edhe diçka për për ta mbyllur kapitullin në këtë rast të vetëvendosjes me çlirimin e veriut. Ju si ju tingëllon kjo kur kryeministri thotë që ka çliruar, ka rikthyer sovranitetin atje? Ku është ai sovranitet? Nuk ka sovranitet në veri. Njëjta situatë është. Vetëm që është e keqësuar se nuk o zgjidh problemi. Serbët janë atje prap shumicë, prap në zgjedhje, prap ata fitojnë. Aty komunat, veri është në kontroll të serbëve, nuk është në kontroll. A u kupton? Pra jemi retorik, propagandë retorike. Jo, ashtu siç ka prej mas luftës, pjesa veriore e Mitrovicës është menaxhohet nga serb, nuk menaxhohet prej shqiptarëve, se serbt jetojnë atje tash. Ato komunat në veri, ato 3 komunat janë nën kontroll të serbe, janë shumicë serbe atje. Të çfarë sovraniteti fleti, kur ata vendosin atje, mandej nuk o bonoj marrëveshje, nuk o zgjidh ky problem. Me atje, faktikisht është realizu vetëvendosja sërbe atje. Në më thënë, vend vetëvendosjes shqiptare për Kosovën, bas ligje ndërkombëtare dhe drejtës shqiptare për vetëvendosje, edhe me ndërtu shtetin taman të bas të atyne konventave që janë legjitime, edhe të ligjit ndërkombëtar, këtu janë bolshime edhe shërbët I kanë privilegjet edhe kushtetuese, edhe komunat I kanë, 10 komuna I kanë në kontroll, me procesin e decentralizimit që o bo shumë ma heret. Se na, kur erdhe kjo vetëvendosja e dytë, jo shqiptare, po vetëvendosja... Vetëvendosja e Kurtit. Që I thojnë për Kosovën këta, por e dalme nga Kani, jo nga Bujani, nga këto parimet, po nga parimet devijume, kur erdhen këta nuk e zhvilluar procesin që u mendu që do të zhvillohet. Edhe unë kom llogarit, hajde, gabon, fillon, vetëvendosja është një autostradë, s'ka nevojë me hi lugave, edhe është një drejt shumë e lehtë e popullit që duhet e ki për obligim me shfrytzu ata dhe me përdor. E jo me hi lugave me do shoqata multietnike për me shndru në parti. Kur e puna
ma vonë, prej asaj jo për bashkim, Shqipëri, Flamuri, këto, Më duket se është harruar ajo. u harru edhe u bonën parti. Edhe thanë, po im zgjedhje na. Po ju ishit kundër këti, a ishit kundër këti sistemi, apo? Ishim protesta, të thy institucione, të djegë dhe të godit politikë, kundër planit artisarit e kundër tyje. Si e pranove ta shynë atë. Edhe këto e në demagogjira, tash hyne me një proces, cilin e ki kundërshtu edhe i tash e pranon me gjitha benefitet e saj, privilegjet që po i ngëzon. Kurse situata ka me të njëjtë. Mitrovica është në dorë, Veriu atje është shumit sërbe, atë kushtetuta jo mundëson me dalë në zgjedhje, kjo lloj kushtetute, me privilegjet tyne, edhe ata fitojnë. Ata zotrojnë atë ambient, ti nuk ushtron sovranitet aty. Ti ushtron sovranitet fiktiv, a në realitet banori aty është ai që vendos. Vota ti e zgjedh kandidatin e vetë, edhe ai fiton edhe fitoj tash, erën e fundit, ata fitoj. Po, pavarësisht se vetëvendosja e shiti fitore në jug, si fitore edhe në veri. Po, nuk është ato, nuk është e vërtet, nuk qëndrojnë ato, lojna fëmish, të fëmit më të mashtrosh, ama unë me kohë kom thonë, mos hyni me emnin vetëvendosje se i kom toleru deri atëherë. I kom toleru, po hyni në zgjedhje, okej, hyni në zgjedhje dhe ju përkraj, unë me hyni në zgjedhje, su si parti politike. Po përdorën e vetëvendosjen kështu si e drejtë e popullit, jo si vetëvendosje jo, se si mund t'jesh parti edhe vetëvendosje. Edhe, bile vllavët i po të thonë, një takim para se ata me vendos për me hi në zgjedhje, si lëvizje vetëvendosje, do të thonë që nuk kom mirë me hi me këtë emnin, që kjo nuk i përket popullit, kjo është jashtë, nuk jetë në për gara politike vetëvendosje, si parim. Nuk u gjonë me s'ki drejt, o shkelje. Po përdorën një emën tjetër, si parti, edhe po të adhon propozimin Partia për Demokracia Autentike. Se e kishe me Ushqinin, se unë kom punu me Ushqinin dhe me shoshni në Tetovë, kur ishim takimet e tryezat e Tetovës që ju mbashin aso kohën vitet 90, 92, 93, 93 pakën kidnapu policia, ma thuj në krajnë e kështu. Isha do të lashe me tamburqe, me është histori në vete kjo, edhe atër me Ushqinin, me Zaimin, pa të mbisedu që në të ardhmen, si po shkojnë rjedhët, duhet me formu një parti për demokracia autentike. Se Ushqini ka qenë, si më thonë, si figurë kyqe për që edhe gazetën Demokracia në Ljubljan e ka promovu edhe ka folë për vetëvendosjen Ushqinoti. Edhe ajo ka qenë, të më thonë. Ndoshta, se po ndërpres, Burni e kuptoj tani, ndoshta që pat një distancim kohët e fundit. Jo, ajo, atëre ka kuptu, se tha po, shumë mirë, propozimi mirë, atë në tha, kjo do të pisedoj atje dhe që do të me bo atë, thash, unë veç si këshilltar, jam të ardhë aty, as lider, as më javë marë, as partin, as kërqë, po në një partin të aman, edhe ka fola i Burni atje, të në kanë vendosë ata me vetë qendrat, pikat e vetëvendosjes në territor, çka po thonë ata, a me bo partia jo. Mandej, prapë kur po takohem, tha, shumica po s'podojnë me ndru emnin, se nuk fitojmë zgjedhje, nëse e ndrojmë emnin, nuk fitojmë zgjedhje. Apo më kupton? Po. Po ti edhe nëse e merr simbolikisht atë emën, që s'ki drejt, po biles sharoja, thuje që to që po e thomë unë para popullit,
Po ata vetëvendosje, na jemi vetëvendosja edhe e kemi vetëvendosjen edhe jashtë, me një kom jashtë jemi me një brend. Dhe më thonë, edhe drejtën e protesta me varë edhe garat për... Po, kjo ishte tepër. Po me gjithat hajte hinë ngarë hinën edhe pa të më fitu një përqindje atë zdi 17%. Ndëve të para parlamentare. Mandej kur erdhën bërnë një koalicion me LDK në aliancën e këtë, edhe aty nuk u merrshin vesh kur qysh me bo një qeveri. Unë insistojsha çka muj me përmirësu, kreç shkoj mrap kjo pur, nuk po shkon qështu, po bile me përmirësu diçka, hajde merrni një qeveri, merë një pjesë në qeveri. Masi veç hynë atjo. Albini, Libuni, Glauku, gjithë ta. Merë një pjesë, merë një disa ministri, bëne një marrëveshje, na i marim këto ministri, bile të dëshmone vetën se jeni për qeverisje edhe mandej edhe filloni me reformat të reja dhe avancimin e statusit e kështu me radhë, me pas ndikim. Po nuk, as aty nuk. Thjesht pretendimin që ti marrin krejt, edhe i marrën tash. Herën e fundit 4 vjetë e kanë me 51%, apo? Na kur ti marrim shumicën ose kur vim pushtet, e ndryshojmë nenin e kushtetusës, nenin atje ku e nën bashkimin, edhe e bojmë bashkimin me Shqipëri. Kur erdhëm në pushtet, asë që u hapo e temë kur, na nuk përdorim gjithë e kësi sende, i morën edhe ma shumë bile, edhe u akomodun me komforin e pushtetit, pastaj do mos do erdhen bisedimet, djetash në pushtet, kime hyrë në bisedime me Sërbin. Nëse me hyrë me kohë, qysh në fillim me thonë, jo pa të dalë me shkrimin, bisedime pas supermacion. Në bisedime s'ki që ka mu frigu, i kemi argumentet tona, pas supermacion në kontekst që në s'kemi qka supermacion Sërbis, po aq ma pak Sërbia ka drejt supermacionin mbi neve. Kështu që në pozicionet barabarta i qesmi me argumentet edhe aso bisedime zhvillojnë. Tash hynën bisedime, njerë nuk asy, jo në jata, dhe kokën në rrugëve, kur hynën bisedime, erdhen të ajo që çka do të bëhet për sërbët, apo jo? Atje ma herët është bëhaj asociacioni për sërbët, që e kanë nënshkru këta pala shqiptare, atër Hashim Thaçi nga PDK ishte kryeministër atër, edhe nga ana e LDK-s ma vonë, kryetari i LDK-s, Isa Mustafa. Dhe ndërkohë që Kurti firmosi marrëveshjen atë aneksin e Ohrit. Po, këta pranun Ohrin, faktit, po. Po Ohri çfarë do të thotë më thjesht? Çfarë pranoi? Dham apo morën të drejtat tona? Po aty është një sallat, një mishmash. Ti me një mishmash kontradiktor që Serbia me njoft gjoja, në fakt ato se pranoj ke Serbia të pik, Kosovën, po i pari ti me njoft me pranuat pikën 7, aty në marrëveshje Sorit. Ajo ishte për pika 7 ishte që se keni po, pika 7.
është për një vetë menaxhim. Sërbëve, faktikisht ajo është një vetëvendosje sërbe. Këta thonë është pa kompetenca ekzekutive. Është autonomi sërbe, është vetëvendosje sërbe. Pra, Kurti firmosi vetëvendosjen serbe, atë autonomin. Po, vetë menaxhim është vetë qeverisje, vetëvendosje. Kur vetë qeverisje që pas vetëvendosjes po qeveris, apo jo. Domethënë, sërbe u pranohet, plus pika 7 e cek edhe kishat edhe manastiret në kontrollin e Serbisë. Kjo është absurde, kjo kulmi. Domethënë, të kalumën trashëgimin kulturore historike, po pranon që është e sërbëve, bile me cek aty që ajo është e Kosovës. Edhe Kosovë është historiku i Kosovës duhet më përshkru qysh ka ardhur të emri Kosovë, kur aty ka qenë Dardani. Edhe kishat e manastiret kryesore janë pronë e shqiptarëve kanë qenë në Kosovë. Manastiri i Dëshanit, manastiri i ato PS-e. Shqiptarët e kanë menaxhuar dhe ka qenë pronë, edhe si toka edhe pronë, ata e kanë kontrolluar, e kanë menaxhuar dhe aty janë në atë kohën e hershme. Ata e kanë gravitu shqiptarët në ato manastire. Edhe kjo, kurse ai asociacioni që e kanë nëshkruar Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi, ai ka qenë në kushtetuese mandej, këta e kanë nënshkruar, por ka pas me shku në kushtetuese, me di që kushtetuesja me shirë. Dhe kushtetuesja nuk e ka pranuar se ka gjetë shumë lëshime, 20 e sa lëshime aty që nuk. Do thonë ka qenë një fund. Plus tjetër është që është kërku prej Mogherinit në atë kohë që përgjigjet në pyetjen ky Isa Mustafa ka bëu në atë kohë që të përgjigjet se ky asociacion a do të ketë kompetenca ekzekutive. Ajo e ka kthy përgjigjen që jo, nuk ka kompetencë ekzekutive, është thjesht një asociacion ku pala sërbe i gëzon ato mundësit për shkollim, për zhvillim, për kësë gjana. E jo asociacion me mundësi për shkputje. A kjo e orit është i ka ato elementet e shkputit. Menaxhimit, autonomisë, vetëvendosjes edhe vetëqeverisjes. Zoti Aliu, nga ajo që ju krijuat në 2002-shin, si mendoni me këtë rrugtim që ka ecur deri tani, ku e shikoni më tej lëvizjen, pra vetëvendosjen? Në këtë rrugë që po ecim, ku po shkon, çfarë drejtimi po shkon? Unë pesho drejtimin e Kosovës që është një anarki totale, tash edhe gjithë po shkojnë në anarki. Edhe këto janë vetëm shpurdhje të këtyne politikanëve për mbijetesë, edhe për ato gabimet, lëshimet, fatalitetet që janë bërë me imbulu dyqysh si me i te i kalu. Mos po shërohet diçka, po përmirësohet diçka, këta me shpëtu prej kësaj fajësie fatale ku kanë hyrë në këtë haos, këtë anarki totale, ku Kosova është total jashtë çdo, vetëm mbahet për shkak të rrethanave ndërkombëtare dhe interesave gjeopolitike, interesit amerikan rrallë parë këtu që nuk e lejon panslavizmin këtu me pas fuqi, nuk e lejon, edhe aty është shpresa që do të pasi edhe shpresa që mbas kësaj katandisje duhet me dalë një forcë, një rrugë zgjidhje, me dalë prej kësaj anarkie. Edhe në bisedime me faktorin ndërkombëtar, tash është fuqizu plani Amerika këtu. Po janë interesat gjeopolitike në të botën, që janë tash Amerika ka, jo Ukraina, jo lindja mesme ato. Edhe rradha patjetër vjen edhe këtu, se këtu është një pikë strategjike e Ballkani. Po, në këto momente gjërat janë mirë fare, sankcione nga Bashkimi Evropian, me Shtetet e Bashkuara
siç i dim gjithë si ka marrëdhëniet Kurti, pra në pikën më të keqe të mundshme. Po, tash, fatkeqësisht, kjo opozitë me veprimet e saj, opozita, këto partitë e pas luftës. Po, pikërisht te kjo e pas luftës, sepse e lash në fund këtë. Ato janë ato që e krijuan procesin. Edhe, domethënë, vend se me kriju rrugtimin krejt tjetër, ato e krijuan edhe i hapën mundësi mandej që edhe kjo partia me deviju edhe vetëvendosje. Te kjo i lutem nga pavarësia, pra Thaçi dhe të tjerët krahu i luftës, bëni dot një rrugtim të gabimeve, të mirave, të këqijave, me vendimet e tyre që ju thatë pak më lart edhe firmosjen e asociacionit nga Thaçi, pra kur ishte kryeministër, por deri tek edhe ideja e shkëmbimit të territoreve që përfshin edhe kryeministri Rama, ndërkohë që edhe për ta mbyllur në fund atje ku ata ndodhen sot. Pra, si e keni parë gjithë këtë nga pavarësia dhe deri tani që sot ishte Christopher Hill që dëshmoi, pra të gjithë. Po. Kjo procesi i degenerimit çështjes kombëtare, i degradimit në planin ekonomik o zhvillu në kuptim fiktiv kështu formal, kur ishe disa autostrada, ndërtime, apo jo, po krejt haotike. Ajo lidhja mirë autostrada u bu me Shqipërinë, si ka qenë. Në raport si ka qenë, është duket mrekulli. Po në fakt, nuk është kjo ekonomi e një zhvillimit normal. Si thuhet në Perëndim, është janë disa shkrime të rëndësishme nga studiues shumë me peshë në Perëndim. Differ development, refer le monde. Duhet me prish këtë zhvillim për me rindërtu botën. Se ky zhvillim i mrapsht është. Edhe në ekonomi, që kur ti bën haos ndërtim haotik, nuk po bën ndërtim të planifikum, efikas, eficient, dhe më thonë, të këndshëm për qytetarin, për një mjedis duhur, për një standard të popullatës, për ty që e ke barbarizu zhvillimin e ka marrë në kontroll partia politikanët, abuzus edhe mafia e tyne e ndërtimit, edhe oligarkët e ri që e kanë shfrytzu këtë proces destruktiv të pas luftës, këtë proces politik. Pra po thoni që krahu i luftës bëri akoma edhe më shumë dëme. Ja ka mundësu me bo, po kam bo edhe disa dobi, po edhe dame në krahun në aspektin politik dhe ekonomik. Se ranë Grackën, edhe kjo ishte vedia, tash mojnë me thonë gjithçka, absolutisht me mohu gjithçka. Po, aq ishte vedia, nuk ishim në një elit politike të nivelit që ta zhvillojmë një proces mirëfill të denjë pas luftës. Ndodhi Gracka e privatizimit të ndërmarrjeve politike, ato shkun për skrapa, si me thonë. Edhe u bënën gjithë ndërmarrjet që kanë mund të rehabilitohen, si shumë mos me përmendu, një mundu me disabile, që të rehabilitohen edhe të funksionalizohen shumë ma mirë, se ka qenë një potencial i madh për popullin me punu e për punësim. Ato është ndërun, u privatizun për pak pare, 200-300 milion një ndërmarrje, po e marrë që shembull, dikun, s'po du me i konkret, se shumë ka, që ta zonë ajo e tekstilit në Prizren e kështu, ka kushtu, aty kam punu me 1000 njerëz për para, ajo u shqit për 4-5 milion. Në shembullin e saj krejt, në tanë Kosovën ka ndodhë, amortizerat e Kosovës e gjithkon, që ka qenë një kapacitet i madh për me punësu edhe me prodhu, me pak
edhe teknologjie moderne. Më thonë, për Kosovën ka qenë një pozicion, një potencial startus mas luftës për me u rehabilitu me hecë për para, si bazë për zhvillim ekonomik. E ato ranë dur të një mafie ekonomike. Në thëmë, këto nuk e dash me leju, e me hyrë në këto lojnë vetë liderët edhe këta partit e mas luftës. Edhe kjo jo dha të në shkas tjerëve që ndvinë. Edhe faktikisht këta, me këto sjellje, me këtë punë që jo është bo mas luftës, jam mundësun që del një subjekti i vetëvendosës në këtë mënyrë, do të thonë, me një kapriqo, do të thonë. Prej një devijimit kalohet në devijim tjetër. Zdi sa po mu kuptu, sa ka me kuptu, këto nuk o let me edhe me shpjegu shumë me shkurt, po kjo kërkon një trajtim ma gjatë edhe fatkesisht nuk janë inkuadru njerëzit e sferave të ndryshme akademike, intelektuale, që i ka pas Kosova për me i sqaru këto. As vetë akademia faktikisht ka qenë dobët në këtë drejtim, edhe në planin kombëtar edhe historik për me i sqaru trashëgimit të kalumën edhe drejtën e shqiptarëve. Ata i dash të shërojnë për vetëvendosje. Edhe akademia duhet të shëroj edhe kur të flitet për shkëmbim territoresh. Çfarë shkëmbime? Këto janë manipulime, nuk është punë ajo. Nuk është punë. Ti flet për mos a flasin pro edhe kontra shkëmbimit. Po asnjë nga palë nuk e thot pse kjo pro e pse kontra. Nuk e sqarojnë. Po ju si mendoni, si në këtë, je pro apo kundër? Unë nuk jam kundër për një zgjedhje kalimtare, sepse kemi Preshevën, Bujanovës e Medvexhën që po spastrohet atje. Po si mund ta themi më troç që jeni dakord që po marrim luginën dhe po japim pjesën e veriut? Nuk mund të jepet pjesa e veriut. Po si mund? Ka qenë se kur nuk o hap ky debat, kjo është debat, kjo është qendrore që duhet prandaj po them akademia është dashur edhe këta politikanët. Unë kom shkru për këto, sa herë, edhe për këto këtë temë, se është kyqe, unë kom lind në Preshevë, edhe pse ma shumë në Kosovë, kështu, e si i kemi edhe familjet, edhe atje. Por, kjo temë nuk është bisedu seriozisht kur edhe me argumente. Pse akademia nuk e qet e jona, nuk e qet dokumentet që shqiptarët e Preshevës, Bujanovës e Medvexhën kanë qenë brenda administrimit të Kosovës në vitet 50-60 në kohë. Më thonë kanë qenë pjesë e Kosovës, kurse ato komunat në veri, jo Mitrovica, Trepça e Kodin. Ja. Ato 3 komunat në veri kanë qenë brenda Leposavici me kanë qenë brenda Serbisë. Pra, jo pjesa e Treqës edhe Ulmani më të thash. Këta po i heshtin qëllimisht këto. Qëllimisht për nga ego politikat edhe interesat e pushtetit, edhe nuk po e sqarojnë që duhet këtë çështje. Pra ndarja administrative e 50-s kishte Preshevën brenda Kosovës, kurse pjesën e Leposavicit e komunave të tjera i kishte në administrim të një pjesë, territori më i madh ka qenë ai i Preshevë, Bujanovës, Medvexhë brenda administrimit. Po, edhe ruante Trepshën dhe Ujmanin. Po, kush? Pra, i ruante në administrimin e Kosovës, atëherë Trepshën. Po, Trepshën, kretë kanë që, po, vetëm ato 3 komunat, po ju them. Se Serbia në atë kohë, koha Rankovicit,
ka pas strategji që me bo këtë këmbim, qëllimisht, aty në ju ka konvenu këmbimi, a neve s'po na konvenon rikthimi në atë kohën me përdorë si referencë. Faktën me sqaru të vërtetën. Ta nuk e sqarojnë as të vërtetën. Ajo mi kjarë. Po, edhe unë për herë parë për gjoj, kështu që nga ata nuk është përmend asnjëherë, sepse e kanë gjithë debatin. Unë gjithë këto po i thom, sa herë i kom thonë, po i heshtim. Fjalët e mia, shkrimet e mia i heshtim, se e kanë mizën ndër kapuç. Këta janë deformues, këta janë deviant, abuzus me drejtën e kombit shqiptarit në Kosovë, në Dardani. Ta kanë abuzu. Këta janë të pandjenja kombëtare ndaj Preshev Bujanos Medveçi po pastrohet etnikisht. Këta po lojna me ata i shti ata që me Sërbin me kriju lidhje raporte ata. Po pse do me sërbizu atë pjesë? Ai nuk e do mu atë pjesë, ai e do spastrimin etnik aty. Ai e ka realizu spastrimin, asimilimin e Sanxhakut, e ka realizu. Tregu i ri, Novi Pazari që thonë, ka qenë shumis dërmuse shqiptare, deri vonë. E kanë asimilu, e kanë bosnjezu. Kjo është tragjike se si është e turpshme, edhe është antikombëtare edhe tradhti kombëtare. Tradhti e pastër. Mohimi i drejtës shqiptare të Preshev Bujanos Medveçi për as për vetë menaxhim që thuhet kur teori nuk ceket puna e Preshev Bujanos Medveçi. Pse atëherë ata mos me pas vetë menaxhimin edhe reciprocitetin. Po. As reciprocitetin nuk vjen shprehje. S'ka qenë trepsha ajo, këto janë deformime, janë dokument, janë për shembull krejt certifikatat e lindjes i gjenë edhe sot atje, në Tërnoc, në Bujanoc, në Preshev, gjithandej ato, krejt ato fshatra, janë me certifikat, ku shkruan aty Krajina Oblast Kosovës, që janë Kosovë shkruan, jo se, Serbia u konë Serbia, Republika Serbisë, se ashtu e kanë ndatër, ama që ka qenë Kosova, e pjesë, ka qenë. Ato komunat në veri që janë pa Trepçëm, pa Mitrovicën, dhe që e kanë datash, me qëllim e kanë da, që do me thonë, s'ka i që e shkëmbimi, a për kuptëm? Loja, jo ujmani, këtë kretë janë dalavera, këto janë devijime, demagogji shumë e ullë e impotencës politike të këtyne të faktorit tonë shqiptarë të turpshëm. Po më vjen ketë që duhet me shprejnë këtë mënyrë, që janë të pacip, që janë demagog, që kvazi patriot, e shfrytëzojnë qenjen kombëtare, edhe nuk kanë mëshirë, nuk kanë ndjenjë për atë pjesë që është shqiptare. Pra për ne do ishte... Ka lujtë rol kyç historik, në mirëmbajtjen edhe të luftarëve të SHK-s. Edhe gjatë luftë, edhe vetë janë mundu me bo luftën. Por e kanë shndërru, edhe atë luftën Presheve kanë shndërru në amnisti për me ndalë me amortizu, edhe gjandarmeria me ardhë aty. Tash është maj kontrollume se që ka qenë para luftës. Presheva, Bujanosi, Medveçi, edhe shumë ma letë po e spastrojnë etnikisht. Këto janë komplote të rrezikshme. Pra, ne do na bënte mirë kjo ide e ndarjes së vjetër administrative, nëse do zbatohej tani. Po këta nuk e, unë e kom thonë që edhe në bisedim, edhe me ashimin faqin kom bisedu. Edhe atëherë në 99-ën, kom bisedu që duhet qeveria Rambujes ka marrë fund, tash jenë në Kosovë, duhet me bo zgjedhjet në Kosovë, i kom thonë. Jo nuk pranon Rugova, jo që si muhabete kanë qenë. Thash, ne ma mu Rugova, nuk e foli me ta. Edhe, po, nuk kanë dash këta me i hi punëve serioze. Se jonë konë të preokupun gjithë krejt me radhë në interesa.
Po shpresa që ishte tash me vetëvendosjen që me kthy marr, apo kupton? Këta që e devijun totale hollën, po dojnë pevolosin për mrapsht. Kjo është absurd. Me që më kthyet në 99-ën, a mirë një mendim edhe si përfundoi ndarja e Mitrovicës? Kush e nisi? Si nisi? Kjo është vetë e bënën të. E bënën atje në Veriu ka qenë francez. Populli shkoj atje, a shkoj populli atje. Populli shkret shkoj gjithë masovikisht për me hy në pjesën veriore, se aty ishte një barierë. Ishte plani hershëm që me ndohë, që në fillim strategjia ka qenë. Ai kori francez atje, nuk ishte edhe rastësisht, edhe ishin këto planet që edhe aty e pranon. Pse be pranon të ato? E pranoi tha që ka një video dhe që fletat. Pranon ato, jo kështu, jo rregullohet, jo bëhet, as su bo, as su rregullohet, as një sen. Ndia po duke mirë se... Ju shikoj, pra, u bë dhe ajo që atëhere... Nuk o stabile edhe po vjen keq që shkoj kjo kështu, o do është pak më ndryshe me shku kjo muhabet, se kam laptopin për më pa ma mirë, edhe po dekoncentrohem shpesh, po dhe... Vetëm ngrijeni dhe pak po mundet. Na? Edhe pak. Me bo qka? Okej, aty e okej. Po më bjen kjo nuk o stabile këtu. E kam problem të. Do shta duhet me bo një intervjist tjetër. Me kënaqësinë më të madhe nëse ju do më jepni mundësinë. Pra, e di që ju mora shumë kohë sot, po nëse mundeni, më jepni edhe një përgjigje për UÇK-n e tua. Po çrakën mos e hekti atë. Jo. Edhe ai do. Edhe do më ndëgjoj. Po, nëse mundeni për atë që po ndodh sot në Hagë dhe nuk do të marr më shumë kohë në këtë intervistë parë. Nuk di se shumë, edhe po e zgjatëm, se kjo është gjatë, nuk mujmë brenda një kohë të shkurt me prekur të gjitha. Po shumë problem. Edhe veç kjo ad hoc, atë në erdhe hajde ta bojmë intervistën, se do edhe një pak me bojmë renditje para prakisht, me ditë edhe pyetjet edhe unë pak a shumë, se me u kujtu pak ato gjarje, se pak a shumë që këto janë, pak ishtë këto janë. Njerësht që me hupë edhe deri unë atje këta shkun popullin e ndalën, nuk e lanë me hy atje në veri. Atje veprimet e ty në vrasje që i bojshin ata në veri u pala sërbe, e organizume për aty në qëtniko u dvazhve, ata nuk e... Kjo të regon se ata ishin të përgaditën, ma herët, një strategji e hershme përgaditën për me nda Kosovën në të formë. E la litarin jashtë që atëhere? Me nda, veç Kosovën me nda, për Preshevë, Bujanos, Medvegjë, këto as bëhet fjallë. Edhe me marë me nda në të kuptim që edhe të Trepça me hy, edhe të Ujmani, edhe gjithkund më, kështu që ju jep argumente këtyne cilat i kryun vetë këta. Vetë i kryun që Serbia me i përdor argumente. Tant e pranun ato. I pranun ato kondita, ato rrethana, lejun, nuk e lanë popullin me... Milošević i ka përdor krejt popullin, për me masakru shqiptar, krejt popullin e ka mobilizu sërbë në Kosovë, ky i joni nuk e ndalon popullin për me hynë në... Për të rikthyer. E veta. Kjo është absurd. Po këto e shkelje të ligjeve ndërkombëtare, shkelje të drejta, shkelje të parimeve të luftës. Gjitha këto i ka bo Serbia dhe po vazhdon edhe mas me i bo. Edhe e vendosën urën atje, ura do me thonë, unë kom pas bisedime atër me një, se ke që urën na e kemi qitë, njeni ishte i hujë. Tha, e kemi qitë urën edhe në përmes urës do të bashkëpunojmë. Thash, kjo a është ure bashkimit, a ure e ndamjes. Thash, duhet me definu njerë këtë punë.
Cila është? A doni me ndaju Kosovën, me allon Serbisë atë pjesën e veriut, apo doni? Ata I kanë kriju konditat me kohë, strategjie ma hershme, më thonë. O bo kjo, sepse ne nuk ishim të denjë politikisht për me shtru drejtën tonë që në takon. Sepse ne ishim luft, ne luftum, ne u masakrum. Nuk shkum në atje mrenda Sërbi me luftu. Ata erdhen këtu edhe bënën krime. A u shpall shtet genocidal Serbia. A u shpall prej asambles kombëve të bashkuara e shpallën shtet genocidi Serbin. Kush prej shqiptarë nuk e përmend ta bisedime. Po unë kërkoj, me ngulm kërkoj bisedime. Unë vazhdimisht kisha më konë në udhëheq që unë me vendos, që I kom thonë Hashimit, hajde ta bëjmë, Hashim Thaçi, ta bëjmë grupin edhe për Preshevën edhe unë do t'jem aty, edhe ata të Preshevës lider t'ishin aty me mu, krejt, kemi pa takim. Edhe unë kisha ditë çka që si më pozicionu për Preshevën edhe për interesin e Kosovës, se karta ma e forta duti për vetë Kosovën është Presheva, Bojanoci, Medvegja. Ajo treva ndaj, është për me përdorë edhe politikisht, edhe në tryeza, edhe gjithkohë. Po këta nuk e përdorin ato, as që e kam përdorë kur. Edhe në bisedime që kom pas me ta hiq u hesht, dhe më thonë, I ikshin kësaj, pse po ik temës kyqe, që është në favorin edhe tonë, edhe tu, çdo lideri shqiptar është në favor, për me qenë një denjë. Pse I kësaj teme? Pse nuk e shtron këtë temë? Prandaj, kur flitet për shkëmbim, këta bojnë demagogjia. Nuk e qesin, nuk e shtrojnë temën si duhet në tryezë. Me thonë, për çfarë shkëmbimi o fjala? Për çfarë ndamje? Pse shpekulloni? Cila ndamje? Ndamje është ajo që kanë pas synim ata, apo? E kanë pas atë qëllim. Edhe kanë përgatit terenin me nda. A është tereni përgatitun? Edhe sot është I ndam është. Pjesa veri është në ndam. Ti më flet sovranitet. Ti je I ndam të fakto mrenda. Sërbët janë aty mrenda. Veç faktori ndërkombëtar e mban atë sovranitetin. Na nuk e ushtrojmë sovranitetin. Faktori ndërkombëtar me prezencën e vetë e ushtrojnë sovranitetin. Edhe mjerimi I Serbisë, që është në gjendje mirë, është në kontradikt me vetën. Serbia, mjerisht, thonë ka njerë, Serbia dhe me qenë të ra, të shkatru, na shkojmë me ndimu me rinjallë. Edhe me qenë të vdek. Me këto politika si qohën, kjo është e të mërshme. Se qëfar si silën këtë tonë. Se aty mos po, jeme djalin aty, mos po. Lutem edhe diçka kam se ju mora shumë kohë. M'jepni edhe një koment për atë të UÇK-s, ju lutem. Në këtë bisedë të parë. Si të gjyqi që po zhvillohet në Hag, sepse atje të gjithë tani ata kanë qenë me të vërtetë komandant Thaçi apo sepse ai tha që ishte Adem Demaçi ai që merrte vendimet. Apo po e bën për të shpëtuar këtë? Kjo është një temë që duhet me bisedu ma gjatë. Edhe, po, unë kër është miratu në parlament, edhe atëherë 3 ditë para se më miratu, kom pas bo një shkrim në Kosova Sot, gazetat. Bile pre ambasadës ka arë një informacion që ata mendojnë që ashtu duhet me vepru parlamentarë. Edhe ambasada? Amerikanë. Kush ishte thelbi I shkrimit? Ta dërgoj atë shkrimin, është për çfarë gjykate speciale të Kosovës bëhet fjalë. Edhe demagogjia pro e kontra themelimit gjykatës. Edhe kom thonë, si këta që janë pro, edhe këta kundër, janë demagogjia. Sepse vetëm thojnë, këta thojnë veç jo, ata thojnë po. E ke po, ekstreme. A nuk e debatojnë pse gjykatë? Çfarë gjykate po na duhet neve? Pse? A është për shqiptar?
Për çka është kjo gjykatë? Nuk e kanë sqaru aty ku duhet me sqaru. E aty ku duhet me sqaru është kuvendi. Këshyre atë shikoje ku mbledhjen e kuvendit, a është bisedu rreth, a është hap tema se për çfarë gjykate speciale bëhet fjalë? A është hapa e temë në parlament? Për çka është parlamenti? Për mi hap këto tema? Me kërku llogari, me kërku se për çfarë gjykate speciale bëhet fjalë? Çka ka me gjyku ajo gjykatë? A ka me gjyku vetëm UÇK-n? Veç është ku është qëllimi? A ka me gjyku për punë të shtëpisë verdha atje? Në Shqipëri. Tash të quajtur. Po, për trafikun e organ. Pse erdha e puna e trafikut edhe nëpërmes Serbisë, tash është hesht ajo ndru tema. Se ajo temë është zbulu që është e pavërtet, po që ata e kanë bo vetëm ata që kanë pas mundësi me bo. Kush i kanë pas mundësi? Sërt me bo ato. Sërt kanë bo trafik me organe, jo shqiptar. Pse nuk hetohen sërt për trafikun që kanë hinë Kosovë, kanë bo masakra, edhe në fëmijë edhe kështu, që kanë kidnapu edhe si. Pse i kanë hesht, ku janë varrezat masive të pas zbulume me... Do më thonë janë, pse nuk e debatu këto para, edhe me ndalë këtë havë, edhe me sharu për çfarë gjykate speciale bëhet fjalë. Pse ajo gjykatë nuk i ka edhe krimet e serbëve, këto, edhe nëse veç hapët kjo tema, po jo. Pse ajo gjykatë, në parlament e kom fjalën, që nuk o bisedu. Këto i kom psekun e në atë shkrim. 3 ditë përpara, se me u majtë mbledhje. Pse ajo gjykatë speciale, pse nuk u debatu, më kërku që ajo gjykatë speciale a do të mirët edhe për krimet e mas luftës edhe nga mafiozët e gjitha llojeve, apo jo? Lufta për pushtet e keni fjalën. Po, krimet janë bo krime ekonomike. Pse ajo gjykatë nuk e qetë edhe anën e pjesën misioneve ndërkombëtare që kanë bo krime ekonomike në Kosovë. Edhe UNMIK-u, edhe EULEX-i. A ka raste që janë zonë që kanë bo krime? Ka. Pse ajo gjykatë nuk mirët edhe me këto? Që se thuhet për gjykatë speciale, do me thonë speciale duhet më marë, pse më marë veç me UÇK-n? Pse mos më marë në përgjithësi me krimet, gjitha llojet e krimeve. Unë po a thaj këta e kam hapë atë temën, po kjo temë, unë veç po i qesë si pyetje, ama këto ishtë dashtë të debatohen në kuvend, që të dëshifrohet qëllimi, që të shifet qëllimi i vërteti i kësaj gjykate. Edhe tash, ja, që 5 vjetë mahën atje, po ky apo aj, është punë, pse kjo mënyrë e gjykimit, kjo është mënyrë anti-shqiptare e gjykimit, kjo është mënyrë e kompromitimit të luftës UÇK-s, se ata s'kanë qenë vetëm ashtu, po kanë pas qëllime tjera, kriminale, edhe pas luftës. Jo vetëm me barazu krimin sërbe, me i barazu luftat shqiptare të Serbisë edhe të Kosovës. Këtë shkrimtare me atë okupuese edhe gjenocidale. Por me kriju terenin për me rikthy Serbinë në Kosovë, në të ardhmen, me kriju atë ambientin e tillë politik. Edhe mos t'ishte ajo që nuk u përdor, e që pse ka intervenu NATO, e që e thash ma herët, këto arsyet e drejtës shqiptarëve që ata u terrorizun, u masakrune, jo vetëm gjatë luftës me kundër Miloševićit,
kundër gjenocidit tyne, por edhe historikisht, sistematikisht, me vite, decenje, gjithmonë të kalumën. Domethënë është diçka permanente që është zhvillu, nga ajo permanenci shqiptarëve u takon e drejta me vendos vetë, që është në dokumentin, në konventa ndërkombëtare e ratifikume, edhe në dokumentin e NATO-s 16 qershorit 2001. Prandaj ato më kanë nxitur, unë nuk e kam zbulu vetë vendosën. Unë vetë vendosën e kam mësu prej familjarëve, babës, prej nga ana e nanës, dajës, atyre që janë sakrifiku për ato parime, edhe nga to që i kom kërku në konventat, i kom gjetë konventat ndërkombëtare të ratifikume në Asamblet Kombëve të Bashkuara, edhe dokumentin e NATO-s që e përmend. Këta, pse nuk i përdorën këto pyetjet që vendimtare, kruciale për një qëndrim në interes të shqiptarëve, në interes të Kosovës, të Tarmës, të shqiptarisë, nuk i përdorën këto. As nuk e hapën këtë temë kur u miratu gjykata speciale në parlament. U miratu. E miratoi shumica. Po ishin me ato iluzionet se shkojmë na, jo, nuk janë ato trafiku, jasë, dhe më thonë, veç në mbrojtje, ama jo në ofanzivë që ti pala sërbe me qitë para aktet gjykimit, ja pala sërbe me t'i mbledh ty me agenturat, me elementet e vetë shpijoj që i ka në për Kosovë. Pa numër shpijoj që i ka në shërbim të vetë. Shqipërit kalumës e i ka pas, e i qaj edhe në Shqipëri, mandej, me pak milione edhe për kryer rjetën e vetë udhëva në Shqipëri, në vitet 90, për me shkatru Shqipëri. Dhe me thonë, është absurde kjo. Mos mi përdor këto dokumente. Edhe ajo mbledhet, atëherë ishte rasti, sikur edhe para asaj që ka qenë para shpalljes pavarësisë, edhe kjo me rastin asaj. Do të thonë, prej një kiksi në kiks tjetër, prej një gabimi në gabim tjetër. Kjo është absurd. Edhe mos më konsultu, po ty je partijash, je qeveritar, je parlamentar. Pse nuk i thirë ata, janë edhe akademik, që ata që janë akademik, me gjithë se janë kohën të kohës Jugoslavisë, edhe e kanë virusin Jugoslav. Po ty, ata e kanë për detyrë, nuk o që nuk din. E kanë për detyrë, ti me thirë, me botë rjezë, edhe ata me i sjell dokumentet për katëse, për mu ballafaqu me palën sërbe edhe me palën ndërkombëtare. Kështu që ata janë tash në pozitë kur qysh në veç po edhe luftën dojnë me shlirimtare, dojnë me deformu. Edhe ato kam jetë me deformu. Mi dhonë kahje tjetër. Për me mujtë atë qëllimin e vetë me kriju hapësirë mundësi Serbisë me u kthy këto ose me përfitu territorë këto. E kthetrat veç i ka vendosë këto, po jo. Me komuna dhe me kisha manastire ku menaxhojnë, cilat i menaxhojnë udhbasht, është ndrum në popa, në kishtar. Ata e në agentura tut për sërbe, e ruse ato që janë në për kisha manastire. Nuk janë ata fetar, nuk e kam për besim. A i rastin në banja që ndodhi, ato ishin, ato në këtë udhbasht mrenda që kanë qenë. Gjoja se popa, jo, mos me shqetësu, këtë ato e në palavra. Ato e në vetëm për justifikime. Ta veç din mu justifiku, po kur me thonë edhe me luftu për të vërtetën. Kësa liter. është mjerë, mu më vjen keq që po duhet kështu me thonë me folë për ta. Po rezultati po të regon. Që të në hak, tash duhet me prit Amerika ty mos po i shpëton ata. A ki pa? Kështu, a ki pa seri. Ti vetë, ti s'po kryon
përpjekje, as qasje, as angazhim duhen vetë me bo ato, veçman debatën e për media, to media tona, që janë media paka shumë, vetëm lafologji, vetëm shpjegojnë, a kur që nuk sharojnë, nuk vetëm hapin tema, kontradikta, a nuk ka konkluzione nga asnjë debat. A ki pa si debatojnë? Çfarë analista kemi? Kemi media që thot, media koloniale, edhe mediat e kanë kolonizu një kategori që ju ka dhonë hapësirë, e kanë kolonizu hapësirën vend mediale kryesore, apo? Gazetarët e mirë fillt, ose janë të hallakatën, ose nuk mund të thonë të vërtetën, edhe interesat i kanë, edhe aty shumë letë më dhe i dëpërtojnë elementet e huja. Se edhe ndrojnë mercenar, praktikisht, kur një gazetar që se paguhet për një të huje, ajo është mercenar, është media kolonizatore, nuk është media autoktone e vendet që e lufton të keqen, që demaskon të keqen, për me mujt, me të regu ka po vjena edhe me parandalu, për mos me ndodhë, edhe mu denu. Po ato se bojnë, ato, as ka kush e dënon krimin, a korupcionin të na. Ne nuk i kemi, ne kemi prokurorie, gjykata, shqiptaria, gjithkund i ka, po nuk janë mirë filta. Në Kosovë janë me kolona të ish regjimeve. Ligjet serbe zbatohen në Kosovë, si në prokurori, si në gjykata. A e dinë ata. Ligjet, kur ka ardhur unë miku këtu, filloj me njerë miratimin me punu me ligjet Serbisë. Edhe puna e pronave, kam betë në fuqi ligji 1983, ligji sërb. Edhe i unë mikut ishte menagjeri i asaj habitatit që ishte. Atin për punë pronave, banesave këtëre, pa dënë media, pa të mpyt, po pse po punoni me ligjin 1983 Serbisë. Thotë, unë s'kisha punu, po ju e kene miratu. Në qatë parlament që i fola unë ma herët, a i parlament e ka miratu, edhe, thotë, ju e keni miratu në parlament, me vota, parlamenti ju e ka miratu, edhe ma ka imponu mu, që ta zbatoj, është deklarat e ti. Unë i kom ato, i kom rujt, këtë i kom shkrimet. Gjitha i kom ato kyqe që janë shkrimet. Këta shku, gjithni të shku të sharu, mandaj plani 6 pikës i Ban Ki-moonit. Edhe ato, jo na imponun, po ty e ta imponun, po ty pse pe pranon. Ajo subjektet, a keni formu parlament, për çka është e parlament? Leja atër, qëse ja, ose është parlament, i mirë fillt, ose nuk është. Pse hynë me një parlament mercenar? Pse e shndron parlamentin, e bon, nuk e bon kombëtar, po e bon mercenar. Ky parlament, kjo kushtetut, to e në mercenare, ty e ki pranu mercenarizmin. Zdi ajo më e rëndë kja, po kjo e realiteti. Kushtetuta i ka ato elementet, ku sërbe ju jipet privilegjet veçanta. Si mund të mi adhon drejtën sërbe me të ndalu të
me të ndalu ty rregullimin shtetënor. Qysh, pse mu vetë pakica sërbe, do më thonë, ente Kosova Serbina qenë ka, apo jo? Do më thonë, ente ti per respekton atë nenin e kushtetutës sërbe, që thot Kosova është pjesë e Sërbisë. Edhe Serbia nuk e heq ato, s'mund me heq. Pse me heq kur ti per respekton vetë? Apo kupton, vepër, në praktikë. Ti as ke kërku, po flasë për tonë, politika tonë edhe parlamentin tonë. As që kanë kërku ndonjëherë ndryshimin e kushtetutës vetë. Ai vetëvendosja e Albinit me këta zëshëm protesta gjithë që na kur të vim na ndrojmë nenin jo në ato, i gjenë ato, ku do në për i gjenë ato deklarata, vazhdimisht, për prononcime, na ndryshojmë, si të vim na në pushtet, e ndryshojmë nenin ose, ku ndalohet bashkimi me Shqipërinë, e heqim ata, jo referendumi edhe. Ti jo që erdhe në pushtet, po ti erdhe me 51%. Ne mund vetëvendosjes, bile. Edhe tash, jo që s'pebon, po pebon vetëvendosjen sërbe atje. Po ja jep mundësin për vetë menaxhim, vetë qeverisje edhe menaxhim të kishave të manastireve me auton, që nuk janë tyne. Nuk janë. Deri dje kemi bo protesta rrugëve që kishat manastiret me dokumente rrugëve kamat në për sheshe, që këto janë shqiptare, janë dardane të Kosovës, të paktën thuj të Kosovës, jo sërbe. Si mund të thuhet sërbe? Malizi nuk i ka pranu që janë sërbe. As Malizi si ja ka pranu Sërbis që është kish ortodokse sërbe e Malizi, po është kish e Malizi. Ti pse nuk e thua është e Kosovës, bile të paktën. Këto janë absurd. Jenë keq se jenëm, se këto janë tu mund me fol shumë. Për çdo temë të veçantë me fol veçantë. Po Zoti Aliu, unë është e pamundshme këto. Të falenderoj shumë për këtë bisedë gjatë. Edhe shpresoj që ju do më jepni mundësinë që në bisedat të tjera ne të trajtojmë dhe çështje të tjera duke u fokusuar vetëm aty, se unë mundova që të prek shumë çështje për të marrë më të mirën e mundshme, por ashtu sikur e thatë ju nuk do mjaftonin 2 orë për të folur për gjithë historinë tonë. Jo. Nuk di sa ja vlen edhe këto, se s'di si del kjo, dhe në media me qitë këtë që bisedum se zgjati shumë, edhe kthejshim prej, nuk kishim ndonjë renditje, por kjo ishte faktikisht pikat më të nxehta të problematikës tonë, që jemi, këto janë pak a shumë. Unë të falenderoj shumë. Respekt, gjithë mirët.